Edhe ky sistem unë besoj që na ka sjellë deri te pozita e dytë, për shkak se e ka nxjerrë më të mirën e disa lojtarëve, që për mu më të mirë në këtë cikël kualifikues kanë qenë Florent Muslija edhe Dian Gallapini. Pse Muslija dhe Gallapini? Hajde pak të elaborojna. Florent Muslija për shkak se sistemi 5-3-2 besoj që ja ka jap një liri në fushë. Unë po ta votin me kon Sloveni me përcjell ndeshjen e cila veç na siguroi play-offin, edhe në çdo moment lojës mes linjave ka kërku topin. Është edhe rasti ku del përballë me Oblakun, ajo pak edhe merite për tjerit, për shkak se dihet kush është Oblak. dihet kush është janë Oblak. Edhe në çdo moment e ka kërku topin me nis aksionin edhe ka kallzu më të mirën, që për mua edhe me Slovenin Fadil Vokri u kon lojtari më i mirë në fushë, edhe pse nuk ka arrit me shënu gol. Edhe në fund këto paraqitje të mira ju shpërblyen me gol kundër Zvicrës që ka një super gol. Edhe pse ndeshja më shumë ke për statistika, për shkak se na kemi ditë realisht 6-0 është pak pak e vështirë me fitu, kështu që për këtë arsye mendoj se Muslija kon lojtari më i dalluar i Kosovës këto ditë. Rritjen më të madhe ka pas Gallapini. Po, Dian Gallapini, i cili me Zvicrën u aktivizuar në pjesë dytë, mas vendimit pas Haradës, edhe në atë lojë veç i ka jap shenjat e para që nuk friksohet pavarësisht presionit madh, edhe asisti që ka bu me Suedin u kon diçka jashtëzakonshme.